Shqipëria është një hap më pranë Bashkimit Evropian. Këtë të njëjtën në Bruksel u mbajt konferenca e 5 ndërqeveritare, ku hapën negociatat për grup kapitullin konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse, e dyta në një muaj. Në emër të Shqipërisë, bisedimet i udhëhoqi ministri për Evropën dhe punët e jashtme Igli Hasani, i cili ishte i shoqëruar nga ministria Adea Pirdeni dhe kryenegociatorja Majlinda Dhuka. Hapja e sotme e 8 kapitujve të rinj pasqyron progresin e bazuar në merit të Shqipërisë dhe është një shenjë e qartë se sa larg kemi arritur në një kohë kaq të shkurtër. Rruga jonë drejt Bashkimit Evropian nuk ka qenë kurrë më e qartë ose më e vendosur. Ky grup kapitull përfshin politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor si dhe median e transformimin digjital. Kjo do të thotë shërbime publike më të thjeshta dhe transparente, mbrojtje më të fortë për punëtorët dhe vende pune më të sigurta. Po ashtu, bizneset shqiptare do të kenë mundësi të rriten dhe të jenë konkurrues në tregjet europiane, ndërsa të rinjt shqiptar do të kenë më shumë akses në arsim, bursa, kërkim shkencor apo edhe programet e trajnimit të Bashkimit Evropian. Përgjatë këtyre 8 muajve, Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian për 27 fusha. Fillimisht u çel grup kapitulli i themeloreve, që përfshin sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Më pas u hapën negociatat për grup kapitullin e marrëdhënieve me jashtë si dhe tregu të brendshëm. Ambicia e qeverisë është që deri në 2027 të mbyll të gjithë grup kapitujt e integrimit, në mënyrë që brenda 2030-s të jetë antare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Ky objektiv u konfirmua dhe nga liderët dhe përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian, të cilët nga Tirana rikonfirmuan mbështetjen për perspektivën europiane të Shqipërisë.